Dëgjoj, unë isha e fejuar faktikisht dhe ai pasaj nuk më donte me, ndërhyrën prindrit edhe më tha, më bjen keq me gjithatë jeta vazhdon. Nëna ime tha nuk të pëlqeu ty. Po mirë, unë do jetoj me nenën tënde, po do jetoj me ty. Dhe më tha, nen nuk gjej me, unë tha, po grua gjej. Sa herë që më vjen në mendje, unë vetëm që e kam një blok këtu, që e kam blerë në këtë vit, dhe kam shkruar vetëm për atë. Nuk e haroj derisa të vdes. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Otetën. Ditën e sotme në live-in tim unë do hap dritaren për zonjën Afrodita Karabollaj, e cila 71 vjeç ka lindur dhe ka jetuar për shumë vite në qytetin e Kuçovës, por sot ndodhet në Itali. Unë do e ftoj në këtë live me kërkesën e saj, pasi ajo do rrëfej historinë e jetës së saj, si u dashurua me partnerin e parë dhe të fundit, ku solli në jetë një vajzë, por ky fundit e braktisi dhe ajo u detyrua që fëmijën ta lindte në jetimore. Për asaj kohe nuk u martua më kurrë dhe nuk u bë kurrë nën, dhe sot në moshën 71 vjeçare kërkon vajzën e saj që i vendosi emrin Albana. Do hap dritaren, do e ftoj 71 vjeçaren për ta dëgjuar këtë histori. E dashur Afrodita, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje dashur. Në fakt më ke telefonuar dhe e lam që sot të flisnim të dyja së bashku, sepse ke një shqetësim, një problem që do ta ndash. Edhe shpresoj se mund të ma zgjidh me juve. E uroj, me zemër, që të ketë një zgjidhje, por unë dua ta dëgjoj problemin tuaj. Në 29 korrik të vitit 1977, kam lindur një fëmijë vajzë. Po? Sepse nuk mundem ta mbaja, edhe kam çuar në shtëpinë e fëmijës në Durrës në 30 shtator të po atij viti. Pastaj mbas demokracisë kam vajtur e kam kërkuar dhe më kanë thënë që fëmia, sepse mbas 2 vjetësh kam vajtur e kam kërkuar, më kanë thënë fëmia ka vdek. Dhe unë e besova që ishte kështu. Mbas demokracisë pastaj më thanë shumë gjëra nuk ishin të vërteta, i kërkoj edhe një herë. Kam vajtur atje shtëpia e fëmijës ishte djegur 2 herë. Mbasi kam vajtur unë, edhe më kanë thënë që fëmia është i gjallë. Po këtu nuk ka asnjë lloj dokumenti, se gjitha dokumentat janë të djegura. Vetëm kjo është po, që është gjallë. Ti më thanë i kërkoje atje, po e ke regjistruar fëmijën, po. Kam vajtë në gjendjen civile të qytetit Stalin në kohë, Kuçova sot. Po. Dhe kam marrë një certifikat, që sot nuk e kam atë certifikatën, se më konsumua dhe në atje gjeta këto të dhëna, që fëmia është adoptuar në lagjen numër 8 të Tiranës, ishte shkruar atje, dhe ishte një numër 106. Ky numër tani duhet ishte numri vendimit të gjykatës, mendoj unë. Kam vajtur në gjykatën e Durrësit në vitin, domethënë 98, dhe kam vajtur në gjykatën e Durrësit me anë të njerëzve. Kam gjetur një grua me emrin tim, dhe i kam thënë të lutem më ndihmo, se mund të gjeja emrin e personit që e kam marrë. Më ka fut në zyrë, më ka hap dokumentat e asaj date dhe tajti muaji, dhe nuk ishte vendim gjykate për adaptim, ishin të tjera gjyqe. Pse ju drejtove qytetit të Durrësit për të verifikuar vendimet e gjykatave, kur ti mësove që vajza ishte birsuar në Tiranë? Nuk e bera dot këtë. Sepse njeri nuk më tha kështu, po më thanë që ikte kjo zonja atu, edhe vajta tek ajo, se përfundim unë them kështu, që ajo e gjeti, po ndoshta ai njeriu që e ka marrë ishte me përgjegjësi, nuk e di çfarë ishte, edhe nuk më bën asnjë gjë. As përgjigje nuk më kthyen. Kam vajtë dhe i kam thënë se talleni me ndjenjat e njerëzve. Në qoftë ti po gjen njerëzit të Kanada, nuk i gjeke dot këtu në Shqipëri. E dashur Afrodita, përfundim e lash këtë muhabet, nuk mendova se mundem të bëja dot gjë. Sa vjeç i bie ti sot vajza juaj? I ka bërë 47. Sa vjeç keni qenë kur sollët në jetë vajzën? 24 vjeçë. Ka lindur në qytetin e Kuçovës? Po.
çfarë ndodhi? Ishte një fëmijë jashtë martese? Dëgjoj, unë isha e fejuar faktikisht, dhe ai pasaj nuk më donte me, ndërhyrën prindrit, u detyrova që ta hiqja fëmijën, me mendimin që një ditë do ta mirë. Kështu që mbas 2 vjetësh kur kam vajtur atje më kanë thënë që ka vdekur. Edhe unë nuk mundem ta mendoja që nuk ishte e vërtet. Kjo histori. Ju keni jetuar në Kuçov në atë kohë? Unë kam jetuar në Kuçov, po. Por babai i vajzës tuaj nga ishte? Ai ishte me origjinë nga Mallakastra, ishte oficer, punonte aty ku jemi njoft. Edhe pastaj ka ikë që andej, pasi ndodhi kjo. Ju u dashuruat me atë person dhe le të themi ishte ai që ju braktisi. Po. Ai e mori vesh për shtatzani që ju ishit shtatzan? Po, e mori, megjithatë tha nuk më bën përshtypje jeta vazhdon. Mbas si kam lindur unë, ka ardhe në spital, më ka parë, e ka parë dhe fëmin, e pastaj ka kërkuar 2 transferime, ja bën të dyja, po ai i bën të kot këto që unë të thosha nuk vi unë me ty, donte që të më mbetesh mua faji. Unë në të 2 raste thash dakord, e pastaj kërkoj zhveshjen, gjitha iku nga puna dhe mbaroj çdo gjë. Dhe mua vjen keq, sinqerisht, që në atë kohë një 22 vjeçare si puna. Edhe mua vjen shumë keq, po nuk jam treguar as e zgjuar as e shkafët në atë moment, që unë nuk isha e vogël, isha e madhe. Edhe mundem ta mbaja fëmin vetë, kisha pse do të kaloja gjithë këto që kam kaluar. Por nuk e di nëse je martuar, nëse ke fëmijë. Unë jam nën, kam 2 fëmijë. Edhe prandaj ti më beson shumë. Momentin që ti ishe shtatzën, unë dua të të pyes si e priti familja juaj, nëna dhe babai juaj. Shumë keq që e priti. Në atë kohë ashtu ishte me zemër, mos ishe martuar, nuk ishte një gjë e lehtë. Megjithatë ajo se nuk më kanë dashur, nuk mund ta them prindrit, po edhe influenca dhe opinioni dhe gjitha të detyronin që të vija atje. Unë jam 71 vjeçë, nuk e kam haruar as edhe një ditë atë. Jam vetëm, nuk jam as martuar, as kam martuar. Ju nuk u martuat më kur? Jo, nuk jam martuar. Më vika shumë keq për gjithë të histori të dhimbshme që unë po dëgjoj sot nga ty e dashura Afrodita, por... Kjo është kështu. Jam munduar, më shumë jam shqetësuar se sa jam munduar dhe me thënë që ta gjej, por nuk kam arritur e dashur. Nuk është se nuk kam vajtur, nuk jam përpjekur. Jam përpjekur, po s'kam arritur atje ku doja. Unë e di që nuk më do, ajo nuk diskutohet, sepse nuk e kam rritur unë, po të paktën të hiqet kuriozitetin tim. Këtë e mendon ti, se të vërtetën e nuk e di. Po kështu e mendoj dhe kështu e shoh zemër, nuk është se është ndryshe kur e rrit, edhe ndryshe kur nuk e rrit, nuk e ke parë. Ne jemi të dyja së bashku. Sepse kam dëgjuar shumë historira edhe të dhimbshme proprio, që i kanë gjetur edhe pastaj ju kanë thënë nuk të dua. E dashura Afrodita, ne jemi të dyja së bashku në këtë live dhe unë dua të dëgjoj historinë e jetës tuaj, gjithnjë me shpresën që në momentin që do nis kërkimet për vajzën tuaj, ajo të mësoj të vërtetën nga goja e nënës së saj. Po pra, po edhe unë atë dua asnjë gjë tjetër, ta njoh, të më njohë, po të më doj, s'më do. Por kështë do ta imponoj se ndalemi tek viti... Nuk imponohet një grua, ajo është mama, mund t'jetë nën vetë. Ndalemi sërish te viti 1977 kur ti ishe shtatzën dhe u braktise nga partneri jot, nëna dhe babai nuk e pritën mirë të shtatzani, por ti e mbajte atë fëmijë dhe pse të detyruan ta hiqje dhe shoqëria asaj kohe ka qenë shoqëri paragjykuese, le të themi, para viteve 90. Po me shpirt, po ashtu ka qenë, po nuk mund të bëhet dot ashtu siç do e tipa. Nuk jam treguar e zonja, se edhe mundet ta kisha mbajtur. Sepse atje në komandën e atij ata më njihnin mua dhe më kanë përkrahur jashtë mase, po nuk u tregova e shkafut. Mund të më kishin vënë në shtëpi dhe unë isha në punë, nuk është se isha pa punë edhe do ta mbaja vetë fëmijën. Nuk u tregova as e shkafut as e zgjuar. Ju detyroi kush që fëmijën ta linit një jetimore?
Ishit ju që e morët atë vendim apo nëna dhe babai? Dgjoj, babai më tha kështu. Fëmin bajën nuk të detyroj, as ta lësh, as nëse je në gjendje ta përballosh. Në shtëpinë time nuk do rish. Unë tani në momentet që isha, opinioni nuk ishte ky që është sot, e dashur. E vërtet. Dhe opinioni të vrise, unë punoja kamariere. Sa gjëra mund të dëgjoja. Mendova, do iki, do më japin një shtëpi dhe do iki. Do më smuret fëmia, kuj do t'i them unë? Do me thënë, mendoja shumë gjëra që unë nuk do isha në gjendje ta përballoja. Edhe vendosa kështu, po nuk vendosa që nuk do ta gjeja me. Po në të vërtet ndodhi kështu. Por nëna, si reagoi? Besoj nëna mund të ketë mbështetur më shumë, ndoshta babai ka qenë pak me autoritet që vendose. Nuk vendose dot nëna, po vendose babai dhe mamaja. E ditin atë kohë se si ishin gratë. Nuk ishte, me thënë, aq ashtu sa të thoshte këtë fëmijë, do ta mbajmë këtu tjetra. Unë nuk e se isha vetëm unë në atë shtëpi, kisha dhe vëllezër. Dhe kam pas një rast që një komshia ime ka pasur dhe e trajtonin atë vajzën aq keq, sa nuk e merr dot në mend. Edhe këto gjëra më berën që unë mos ta mbaja aty. Nuk është, do me thënë, se edhe nuk mund të ta mendoja që edhe vëllezërit mund të mos ta donin, po duke parë ngjarje të tilla, njeriu mendon që më mirë ta heqësh se sa e ta marrësh një ditë kur unë të isha, do me thënë, më e madhe. E dashura Afrodita, ju shkuat në spital dhe sollët një jetë vajzë në 29 korrik të vitit 1977. Po. Dhe lindët në spitalin e Kuçovës apo të Beratit? Po, të Kuçovës. Dhe kam denjë atje deri në datën 30 shtator 77. Ke jetuar në spital? Po, kam denjë atje deri sa e çova fëmin, pasaj më çuan në Berat dhe nga Berati vajta në Durrës. Por pse nuk të qëndrove në shtëpi, nuk të qaste babai? Se më tha, në shtëpi me mua nuk jeton. Nëse ti je zonja të përballosh jetën vet ik. Ky është gabimi im, nuk është i babait. Nuk e mendova se mund ta përballoja, nuk u ndodha që zonja. Kam qenë një tip kështu i shkapët e zonja, po jo për veten time, kam qenë për të tjerët. E dashura Afrodita, mos e kritiko veten tënde kaq shumë. Jo, kjo është e vërtetë. Mos e dëno veten kaq shumë sepse se unë nëse do kisha ngul kem, që unë do ta mbaj, do më kishin ndihmuar, do më kishin dhënë shtëpi, do isha në punën time dhe nuk do kisha kaluar gjithë këto dhimbje që kam kaluar. Dhe tani që flas me ty, ndjem shumë keq, më beson? Të besoj. Por ato 2 muaj në spital, do të pyes si i vendose emrin vajzës, i vendose një emër? Unë kam vajtur dhe kam regjistruar vajzën. Po. Me këtë emër, me mbiemër, kam dhënë dhe emrin e babait. Çfarë emri i vendose vajzës? Albana. Albana. Ndërsa Albana mori mbiemrin tënd? Automatikisht. Po, mbiemrin tim. Karabollaj. Karabollaj. I vendosët emrin Albana Karabollaj, por atësia? Po. Ja vendosë emrin e vërtet? Po, emrin e vërtet. Ati. Besoj që i ke dhënë gjinë ato 2 muaj dhe ke qëndruar pranë saj 24 orë. Patjetër e dashur, patjetër. Janë momente që të bëjnë sot të vuash kur i mendon. Sa herë që më vjen në mendje, unë vetëm që e kam një blok këtu, që e kam blerë në këtë vit, dhe kam shkruar vetëm për atë. E dashura Afrodita, në momentin që vendose të firmosje dhe vajzën t'ia dorëzoje institucioneve, ka qenë një ditë shtatori, një ditë vjeshte. Mund të ma tregosh atë moment kur u ndave nga vajza? Jo, nga Berati dhe deri në Durrës, unë vetëm kam qarë. Atë natë se kam ikë në datën 29, atë datë që unë kam ndenjë aty, as kam ngrenë, as kam pirë, ajo ishte fëmia më e madhe atje, vetëm zëri asaj ndjesh që qante. E ndjente dhe ajo që të largohesh, dhe vetëm tërnatur, vetëm ka qarë. Ju luta atyre zonjave, nuk ma dha asnjë njeri. Nuk e haroj derisa të vdes.
Edhe atë ditë që vajtëm në Durrës, që ma morën fëmin, nuk arrita as ta puthja sepse u ngriva. Edhe kjo ka qenë i bera dhe roba, edhe qas i bera unë e qa, me robat e mija. I mbajta dhe ato roba që ajo kishte veshur kaq vite. Dhe u dorëzua në shtëpinë e fëmijës Durrës? Po. Dhe ju kujtohet data kur u shkëpute përfundimisht nga vajza? Më kujtohet më si s'më kujtohet. E morën dhe ajo më shikon të këshu, sikur nuk do më shikon të me. Edhe ma morën ase putha, ase bera, mendoja që do vija një ditë do t'a gjeja. Jam kthyer në shtëpi, ndjeja në veshët e mi vetëm qarët e asaja. Ikja në punë, e lija dhe punë, mbyllja dyqanin, ikja në shtëpi. Po, të punës më kam përkrau shumë. Dhe pre ati momenti, ti Albanën tënde nuk e pe më dhe nuk e takove më dhe nuk mësove Jo, e dashuria. çfarë ndodhi me fatin e saj. As nuk di fare, po ajo patjetër do jetë martuar. Dgjoj, unë kam një mendim që atje ku është marrë ajo në atë lagje, ai do ketë qenë ndonjë nga ata sigurimit të shtetit, sepse unë atje kam pas një çun xhaxhai, dhe atje vetëm ata ishin. Po ku e dija unë se ku kishte vajtur që ta kërkoja që më përpara. Kam vajtur në gjendjen civile të lagjes nr. 8, edhe i kam thënë asaj zonjës, kisha ardhur në Itali atëherë, ishin vitet 2003-2004. I kam thënë sa lek do me anë të një shoqes time që ishte në atë lagje, vetëm të ma gjesh kush e ka marrë, sa atje ishte as diskutosh. Nuk e bëj dot më thamë. Po unë nuk do vete ta marrë thashë me jo, se s'jam ma që zonja sa të vete. Po të paktën ta di kush e ka marrë, si jeton, po për këtë jam e bindur që ajo ka jetuar mirë. E besojmë dhe urojmë që të jetë Personi që e ka marrë atë, ka ardhur atje, më ka njoft mua, i kam bërë dhe kafe, po ku e dija unë se kush ishte. Do me thënë, ai ka pyet për mua, më ka marrë vesh kush jam, qysh jam, edhe e ka marrë fëmijën. E ka marrë dhe të vogël. Flet për prindit birsus të vajzës që kanë ardhur dhe të kanë parë ty te vendi punës. Po, diskutohet kjo. Por kanë vajtë e kanë parë fëmijën atje, pastaj kanë ardhur kanë pyet kush jam unë. E më kanë njohur proprio, më kanë njohur. Pastaj më vonë më kanë thënë shoqet që i thuan ardh kanë pyet për ty, po ku e dinim nëse kush ishte. Pra, nëpërmjet shoqeve ti ke mësuar dhe ke zbuluar se prindit birsus të vajzës kanë ardhur në Kuçov dhe janë interesuar për ty. Po, diskutohet. Për të ditur se kush është nëna e vajzës që ata do birsonin. Diskutohet që do pyesin. E dashura Ferdita, unë e di që pyetjet e mia ndoshta të lëndojnë ditën e sotme në këtë live. Më lëndojnë proprio. Dhe të kërkoj ndjes për gjithçka që të pyes. Po jo me shtëpi. Ashtu është. Por momenti që ti u ktheve nga spitali, si vazhdoi jeta jote? Nëna dhe babai, vëllezërit? Nëna dhe babai nuk është se nuk më trajtonin keq. Po unë vetëm ngadoj që vi aty më mendon unë vetëm qaje. Nuk më zinte gjumi natës, duke mbajtur atë bluzën e asaj këtu në faqe. Dhe ndjeja të erën e trupit të saj. Për mua se kur kishte vdekur, jo se kur kishte ikur, e do kthesh prapë. E dashura Ferdita, ti nuk fole me babain tënd që mos ta bënte këtë ndarje mes teje dhe vajzës tënde. Jo. Unë kur kam qenë në spital, babai më dërgonte letra se nuk u takuam. Autokod, vetëm më vinte motra edhe nëna. Nëna qante, sepse ishte vetë nënë dhe e kuptonte se që do t'ishte. Po mbase mendonte ai, mbase i kthesh mendja, mbase do ta merrim fëmijën, mendon një shumë gjëra. Babai më shkruante, domethënë me fjalë shumë që më prekte jashtëmase. Jo se unë nuk të dua, thoshte. Po nuk mundem ta marr fëmijën tënd më shumë. Ta them edhe një që faji është i imi, që nuk e mbajta unë fëmijën. Ose ta kisha hequr. Ai mendonte se unë me që do isha me një fëmijë, do ngelesha pa martuar, mendonte do me them për jetën time. Dhe me ka thënë më vonë, mendoha që mos të lidhja këmbët. Dhe ti të kishe një jetë tjetër, po ta dija se do kisha rritur kështu. Më ka thënë babai, më mirë ta kishe mbajtur atë fëmijë, të paktën kishe një mbështetje. Kështu që
Nuk e gjykoj do të baban se të tërë kështu thonë faktikisht që fajin e ka babai, po fajin e kisha unë, jo babai. Ai është nisur nga e mira për të ndihmuar ty, por pa e kuptuar se po të lëndonte, po të ndante me vajzën, me dritën e syve të tu, që sot është plaga më e madhe në zemrën tënde, e dashur Afrodita. Plaga më e madhe proprio. Por kur babai i fëmijës të erdhi në spital, ati nuk i kërkove ndihmë, çfarë të tha? Jo, babai nuk më ka ardhur në spital, jo. Babai i vajzës. Ai. Po. I thash nuk të vjen keq për këtë fëmijë, që ne duhet të rrim këtu dhe në të vërtetë do të ishim në shtëpinë tonë. Nuk më ka kthyer asnjë përgjigje, më ka sjellë dhe për të ngrënë, dhe nga ajo ditë iku dhe nuk u dukme. E dashur Afrodita. Edhe urrej me gjithë forcën e shpirtit, Dhe se kur ta shikoj të ndodhi një gjë e keqe, nuk më vjen keq, sepse më shkatroi jetën. Po nuk i ndodh asnjë gjë njerëzve të liq. Megjithatë ai nuk ishte njeriu lik, po kishte një nën shumë të keqe. Edhe ishte ajo që komandonte në shtëpi. Pra ishte nëna e tij që shkatroi lidhjen tuaj. Po, se unë vajta atje për vitin e ri në shtëpitë atyre, dhe kur u kthyem, ne përpara e jam edhe i japim mbrapa. Edhe ajo për gjithë natën ka ndej në hotel me të birin, që i mbushte mendjen që ne të ndaheshim. Kështu që për këtë jam e garantuar që është ajo. Por ish partneri juaj, i pari që ti dashurove dhe u bëre nën, I pari me zemër, i pari që dashurova. Çfarë I pari që dashurova dhe shkatrova jetën time, ajo ishte. Si ta komunikoj ndarjen? Çfarë të tha? Mbas 2 ditësh, unë ikja në punë, edhe ai më priste te stacioni sepse rruga që kaloja unë ishte atje. Po. Edhe më tha, më vjen keq me gjithatë jeta vazhdon. I thash në dua të di arsyen për çfarë. Kur e dihet se në çfarë gjendje ishim, për çfarë bëre këtë? Ose kur nuk ishe i vendosur. Dhe më tha, nën nuk gjej me, unë tha, po gruaj gjej. I thash në nëna ka vendin e saj, unë kam vendin tim. Asnjëherë nuk kam fol keq për nënën tënde, dhe asnjëherë nuk kam pasur ndonjë mendim që ti mos të doje nënën. Për çfarë më thua këto? Nëna ime tha nuk të pëlqeu ty. Po mirë, unë do jetoj me nënën tënde, po do jetoj me ty. Ti më more për nënën, a më more për veten. Tanto ormai ai e kishte vendosur që nuk kthehesh mbrapa dhe ashtu ndodhi. Edhe më dërgoi të jati në shtëpi, në një moment që babai im nuk ndodhesh në shtëpi. Dhe unë jam kthyer nga puna dhe kam dëgjuar zërin e atij, babai të këtij. Edhe kam shtangull. Edhe tha ai, ne nuk kemi bashkë gjë. Po kjo ishte para se të lindja unë, në momentin kur unë isha 7 vjeç. Ka qenë janari i 77-s. E dashur Afrodita, por me ish vjerën tuaj që besoj pak herë takuar, me atë nuk mundet do të flisje, pse ajo një urrëtie kaq të madhe ndaj teje kur ti ke qenë 22 vjeç? Jo, po do ta gjeja unë atë, ajo ishte në Elbasan, unë isha atje. Po ato pak herë që ti u takove me atë, ajo si reagoi ndaj jush? Unë kam takuar vetëm një herë dhe nuk më kam bajtë të flerë në shtëpinë e asaj, po më ka çuar te komshia. Që atje kuptova unë që puna ime kishte marrë fund. Të vej një njeri për herë të parë, fejuar e djalit dhe mos të rinë në shtëpi po tiki, edhe kur jam fut në shtëpinë e asaj më kanë thënë erdhën arigjint. Unë kam ngelur e shtangull, se si isha as arigjesh kisha e bardhë, edhe kështu jam. Edhe halla e tij që ishte një grua shumë e mirë, më ka thënë mos u mërzit ke qenë halla se kështu e ka kjo. Çfarë të them e dashur? Ajo ishte grua që vendoste ajo dhe buri nuk e pyeste fare. Buri para saj ishte zero. Ti vajte nuse për herë të parë dhe ajo nuk të qasti në shtëpi? Hengrë në darkë, do me thënë ndenja atje dhe pasaj vajta fjeta me një komshie. Vajta te komshia se s'kemi vend këtu, tha. Por nuk ishte e vërtet që s'kishte vend. Por partneriot... Sa i kishte edhe një motor atje. Por partneriot si reagoi kur ti shkove fletet e komshia, se është absurde kjo gjë. Po absurde, po hajde.
S'ka asnjë gjë të keqe tha ky kur ikëm. Ta unë atje s'kisha mundësi të flisja. Ai ishte andej, unë isha këtej, ku do flisja. Shumë me shpirt, po, do me thënë që atje unë e kuptova që çdo gjë kishte marrë fund. E qartë, kuptoj qartë. Erdhëm atje pastaj, detyri ai s'më takoi fare, mbas 2 ditësh pastaj doli. Më dhave një libër Katedralja e Parisit, e mbaj mend si sot, dhe më shkruan të mbrapa, megjithatë jeta vazhdon. Për atë vazhdoi, por për mua nuk vazhdoi, mbeti në fund. Mbeti atje ku ishte. Ai vazhdoi jetën dhe u martua, ndërsa ju Po. Ka bërë 3 vajza. Më kanë thënë, po unë as e kam parë ndonjëherë, dua ta shikoj. ai asnjëherë se kërkoi vajzën e parë, ajo që e bëri për herë të parë baba. Jo. E dashur Afrodita, por çfarë ndodhi me jetën tuaj? Pse ju nuk krijuat familje, ta vazhdoni dhe ju jetën, përposa asaj disfati që ju ndodhi? Sepse nuk më ka kapituar ndonjëri dhe tjetra. Njeriu kur digjet një herë e ka shumë të vështirë të vendosi. Kur digjesh nga qumshi, tha i fryn edhe kosit. Kështu që Kaq shumë e keni dashur babain e vajzës tuaj sa vendos sot mos ta nistit më jetën? Jo. Unë aq shumë e kam dashur dhe aq shumë e kam urryer. Ta them me shpirt. Edhe kështu më thonë kur bëj muhabete, po kështu si ka mundësi. Aq e urrej sa nuk dashuria e parë me gjithmen, që njeriu nuk haron kur, po për mua ajo ishte e para dhe e fundit. Dhe unë nuk martova, bëra fëmija, ju martua, bëri fëmijë, bëri tëra. Po e urrej, do me thënë me gjithë shpirt. Dhe i pagoft, po jo i ri, po i pagoft tani në pleqëri, base i pagoft. Që më shkatroj mua jetën, si ja kisha borësh. Po, qa do t'i bësh? Thonë që dashuria me urrëtien një fije peri i dhanë. Bravo, është e vërtet. Dhe unë kur shikoj filma kështu i besoj. I besoj sepse i kam hequr në kurrizin tim. Dhe njeriu megjithmenë aq shumë e do, aq shumë e urren. Nga i moment që ti u ndave me babain e vajzës tënde, ai nuk erdhi më të kërkoj dhe ti vazhdove jetën në Jo, Kuçov. absolutisht. Iku dhe nga qyteti dhe nuk e di më se ka vajti e çabel, vajti në Elbasan te prindrit. Çfarë ndodhi më pas me jetën tuaj? Mund të ma tregosh? Asnjë gjë, kam punuar, kam jetuar dhe asgjë tjetër. Qa mund bëja tjetër? Më kanë kapituar njerëz me fëmijë, edhe i kam thënë nënës kështu një herë, dëgjoj. Kur mua nuk më tha mama, nën, ajo që e mbajta 9 muaj këtu, nuk e diskutoj në jetën time që unë të marrë një njeri që të ketë fëmijë e të më thotë mua nën. Mbetem kështu, i thashëm, po këtë gjë nuk e bëj kur, edhe nuk e bëra. Një vendim i rënd. Më duket sikur e ke dënuar veten tënde. Bravo. Nuk doja të më thoshte me njeri tjetër nën, kur nuk më tha ajo që e doja aq shumë. Që atë beharin e 77-ës do ta kujtoj për tërë jetën. Kam qëndisur një qëllim dhe e kam larë me lot. Kështu e dashur. E dashur Afrodita, por unë besoj që nëna dhe babai, vëllezrit të kanë folur, vitet kalonin dhe ti vure një mur dhe refuzoje çdo që vinte të kërkonte dorën. Më kanë folur, po unë nuk, në ato momente mbas një 4-5 vjetësh as nuk më shkonte në mendje të doja me njeri dhe të beja unë familje. Më vonë, edhe mendoja faktikisht të them të vërtetën, po nuk më ka kapituar kështu si thash njeri që megjithmenë që unë mendoja që më donte. Se njeriu kur digjet në jetë e ka shumë të vështirë të vendosi. Pastaj mosha ikë, bëhet akoma më e vështirë. Se gjërat nuk i mendon sikur je 20 vjeçe, dhe kur kalon 35 vjeçe, mendon shumë gjëra. Ju sot jeni 71 vjeç dhe fatkeqësisht prindrit i keni humbur nga kjo jetë. Po. Pasi humbët prindrit nga kjo jetë, ju me kë jetuat? Si vazhdoi jeta juaj? Unë gjithmonë vetëm kam qenë, sepse unë kam ikur nga Shqipëria, jam në Itali në 2000. Deri në vitin 2000 ke jetuar në Kuçov me familjen tënde? E pastaj kam ikur këtu, te Gela pa punë,
E këtu jam vetëm. Çfarë vendi të Italisë jeton? Në Luka, afër Pizës. Pas ke 24 vite që jeton në Itali. Po. Besoj që në këto 24 vite jeta juaj ka ndryshuar aty në Pizat e Italisë. Po qa ka ndryshuar në zemër? Jetoj si gjithë të tjerë, po nuk është të jetosh vetëm dhe të jetosh në familje. Këtu jam në një shtëpi, jetoj me një tjetër. Sepse s'ka mundësi unë të blej shtëpi apo të pagoj qira, po graci edhe ka që më kanë ndihmuar, jam e kënaqur. Nuk isha e zonja. Kur e kthejnë kokën... Kush më ka njojtur, do me thënë atje ku kam punuar, nuk e beson njeri që unë jam vetëm dhe kam betur kështu. Si ka mundësi dhona Afrodita. Ja që jeta. Edhe unë nuk e mendoja kur që të vinte një ditë në këtë moshë unë t'isha vetëm, po ja që kështu u bë. Kur e kthen kokën mbrapa, besoj e mendon që ke gabuar që nuk e krijove familjen tënde, por mbete penge asaj dashurie që... Jo, unë në jetë kam bërë vetëm një gabim që hoqa fëmin, vetëm këtë gabim. Asë një gabim tjetër. Patën e di që do kisha një fëmijë, do ta kisha rrit, do ta kisha martuar, e do ishte më ndryshe, nuk do ishte të ishe kështu vetëm. Aktualisht, e dashur Afrodita, një ditë e jote aty si është? Një 71 vjeçare që ka përfunduar në shtetin italian, si është një ditë e jote aty? Dija, unë them të drejtën, me gjithmend kam pasur një fatkeqësi të madhe, po këtu kam gjetur shoqëri. Dhe më vjen mirë. Dhe kam një shoqe italiane që më kanë ndihmuar kaq shumë, sa nuk mund të më ndihmonte asnjë motër. Edhe me atë pothuajse unë kaloj gjithmonë shumicën e kohës. Vemi në kinema, dalim kështu sa ajo ka makinë, unë nuk ka mundësi të ke makinë. Më merr gjithmonë, ikim në det, ikim mandej, shkojmë këtej, kështu që nuk gjendem vetëm. Kam edhe shoqe shqiptare, kam 1-2-3 shoqe, shumë të mira, edhe me ato dalë, flasim. Ja, kjo është e dashur jeta. E dashur Afrodita, apo me familjarë? Se kjo italiania është vetëm faktikisht. Edhe ajo ka bërë një fëmijë, por nuk ka qenë e martuar. Dhe jemi pothuajse në të njëjtën varg. Po ajo ka shtëpi, ka anën ekonomike, nuk është si unë. Por me familjen tënde i ke kontaktet në Shqipëri? Po unë s'kam njëri, nëna dhe baba i ka vdekur, kam vetëm një vëlla. Vetëm vllajin, me atë i ke kontaktet? Po. Nëse vajza jote Albana, që sot i bie 47 vjeç, do të dëgjonte, ose imagjino që ta kishe përballë, çfarë do i thoshe? Nuk e di çfarë të them. Do t'i thosha gjitha këto që kam për të them, po nuk e di se mundem t'ja them. Më kupton? Se më mbeten fjalët tu në gryk. Dgjoj. Unë kam menduar që të pakën para se të vdisja ta shikoja një herë. Dhe mos të më donte fare, po të pakën të më njihte kush është nëna e saj. Sepse të ka munguar gjithë jetën. Më ka munguar proprio. Të më thoshte një nënda dhe të vdisja pastaj. Por brenda zemrës ke frikë se ndoshta mund të refuzoj? Diskutohet, sepse ka ndodhur shumë, jo nuk është se mendoj unë. Varet them kështu tani, kujt do t'i ngjaj? Do t'i ngjaj mua? Unë jam njeri me zemër shumë të madhe. Qofse mund t'i ngjaj atij, nuk do t'i bëj përshtypje për mua, them. Megjithatë nuk mund ta gjykoj. Po do me thënë mënyra se si në trajtoj, do të thotë që është njeri pa zemër, apo jo? Dhe mua vjen keq që ajo histori dashurie në ato vite ka përfunduar kështu, ai të la shtatzën dhe iku, por unë uroj dhe shpresoj që vajza juaj Albana, që ndoshta ajo sot nuk ban këtë emër, ndoshta prindi mbirësues mund t'ja kenë ndryshuar emrin, por mund t'i kenë lënë edhe emrin që ti i vendose, uroj që të dëgjoj
në këtë video. Emrin as nuk diskutohet që e kanë ndruar, këtë ta japu me firmë. Se asnjë nuk e mban emrin që i kanë dhënë prindrit. Jo, ka qelluar. Plot historinë të cilat u kam trajtuar e dashur Afrodita ka qelluar që prindit birsus nuk ja kanë ndryshuar emrin. I kanë lënë emrin që i ka vendosur nëna biologjike dhe unë uroj që ajo sot të ketë këtë emër, atë emër që ti ja ke vendosur me shumë dashuri. Po. Dhe uroj që ajo ta ndjeki këtë video, të dëgjoj fjalët e tua, lotët që ti lëshove ditën e sotme, brengën e madhe që ke dhe mesazhin që përçove, që nuk ishe ti ajo që deshe ta braktisje, por ishin rrethanat atyre viteve që të detyruan. Po, ashtu ishte. Unë i punova dhe të gjitha qa roba nuk i kam bërë, qa nuk punova, se kështu nga duar tisha e zonja. Edhe të gjitha pastaj, ja u dhash të tjerëve, sepse ajo asnjë gjë nuk arriti të mbante. Kështu që si mund të doja unë ta braktisja. E dashur Afrodita, më lejo të jap edhe një herë të dhënat e vajzës tuaj, të bëj thirrje gjithë teleshikuesve ata të cilët mund ta njohin këtë histori dhe të na ndihmojnë me informacione. Ditën e sotme ne kërkojmë Albanën dashur miq, e cila ka ardhur në jetë në 29 korrik të vitit 1977 në qytetin e Kuçovës, por fatkeqësisht shtatorin e vitit 1997 ajo u la në jetimore nga nëna e saj dhe sot zonja Afrodita ndodhet me mua në këtë live, rrëfeu këtë histori me plot dhimbje, gjithnjë me shpresën për ta gjetur të bien e saj. Dhe unë ta uroj me zemër, ta gjesh sa më shpejt Albanën, të premtoj që do nis kërkimet dhe uroj që kur të marrë në telefon të përcjell lajme të mira. Nuk e di se si të falenderoj, për mua do të jesh njeriu më i madh dhe e dashur më sikur të ma gjesh këtë. Të falenderoj nga zemra dhe për fjalët që më the. Dhe unë jam prekur shumë sot nga historia juaj. E di e dashur. Prindrit e mi të dy para se të vdisnin, sidomos nëna, 12 orë dorën time këshofon, që më thoshte çfarë bërëm ne ty. Se nuk e mendonin unë që do harija të mbetesh e kështu vetë. Të falenderoj shumë dhe të uroj shëndet edhe gjithë të mirat e dashur. Do mbetemi në kontakt dhe të përshëndes dhe të përqafoj nga Tirana. Patjetër, gjithë të mirat e faleminderit shumë. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund të këtij live-i. Unë falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Urojmë dhe shpresojmë që zonja Afrodita ta gjejë vajzën e saj Albanën, por kushdo që e ndjek këtë video, kushdo që mund ta njohë këtë histori, mund të ketë informacion, mos të hezitojë të më shkruajë në numrin tim të telefonit 069 99 55 698. Por nëse ju keni një histori dhe kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, mos hezitoni të më shkruani dhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram, në Facebook dhe në TikTok. Dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëni pjesë e kanalit tim zyrtar këtu në YouTube, ku çdo paradite jam me ju live me këto histori shqiptare, histori të dhimbshme që tashmë vijnë përtej kufijve të Shqipërisë. Faleminderit që më ndiqni dhe takohemi sërish nesër bashkë live ora 10 këtu në YouTube. Mirupafshim.